Ka marrë këtë raftin nga Timu, që është me 10 kështu rafte si i bie, shumë i lezetshëm. Madhësia diku te 40 cm me 30 në mos gaboj, pra shpresoj që do marri 2 palë këpucë, do shohim. Mund të montohet në 2 mënyra, ose këtë lartësinë që kam vendosur unë diku tek 1 pëllëm, ose mund t'i vendosësh një nga këto që ta bësh raftin më të lartë për të vendosur çizmet. Unë vendosa t'i bëj të gjitha të vogla për të shfrytzuar sa më shumë vende, edhe pse kam goxha çizmet në fakt, po nejse. Edhe e mora për ta vendosur këtu brenda, sepse është super lëmsh. Sigur që më mirë se aty do duket, edhe të paktën do t'i kem të gjitha këpucët, jo të gjitha, po shumicën e këpucave përpara syve, në mënyrë që t'i vesh. Ka edhe këto, shfrytzuar edhe pjesë vendësore për të varur ndonjë çan. Vajti shumë mirë, fiks tek vendi që e doja. Si përfundim, këpucët duken kështu. Kuptova që nuk më duhen më çizme. Kuptova që më pëlqej ka shumë ngjyra kuqe, nuk isha shumë në dieni për këtë gjë. Nejse, më mirë nga çishin janë dhe i kam përpara syve. Shfrytëzova edhe këtë hapësirën, sigurisht për të vendosur çanta të cilat i mbaj pakës më shumë nga të tjerat. Yll këtë edhe nuk ka asnjë shenjë.